Në programin e sotëm në Radio Jeta Islame, kemi qëllim me majt një ligjërat mjaft interesante, të cilën ligjërat e kam majt në dy pjesët, është fjala, po unë do ta majt në disa pjesa të ligjëratin, inshallah. Titullohet Fuqia e fjalës mirë. Do të thonë, ne e dim shumë mirë se nga një fjalë ka ndodhur mu bë luftra botërore. Nga një fjalë ka ndodhur mu bë paqe e madhe. Nga një fjalë, prandaj na ka thënë Resulullah sallallahu alaihi wasallam, kush ka besu Allahun dhe ditën e mram, le të flas mirë ose le të hesht. Do të thot pra edhe nga të folurit ne kemi llogari përpara Allahut subhanahu wa taala se çka flasim dhe çka pra duhet të paraqesim para mosës pa pikën e dyshimit. Dhe unë në këtë rast përpara se të hin në ligjërat, desha të u kujtoj, ndoshta ju edhe ju keni një uri për një personazh mjaft interesant në historinë e njerëzimit. E ka emrin Malcolm X. Shumë njerëz ndoshta kanë dëgjuar për ta. Ai nuk ka qenë as imam, as nuk ka qenë me tituj të hoxhës, as tituj se në Islam nuk ka klerikalizëm, por ka qenë një besimtar i cili ka kuptuar realitetin, i cili ka përqafu Islamin dhe çfarë ndodhi? Nga fuqia e fjalës tij në Amerikë me mira njerëz u bën sebeb që nga fjalët e tij të pranojnë Islamin, pra, dhe derisa do të thotë e mbytën sepse e panë se ishte një rrezik permanent, e qunin ata rrezik permanent sepse ai po ndikonte shumë për hapjen e Islamit dhe shumë dietarë sot flasin për këtë figurë botërore në historinë e njerëzimit. Prandaj shumë personalitete. Fillim tjetër stina ishte kur pranoi Islamin, ishte me ta Nation of Islam. Po, shumë e vërtet, po, Nation of Islam, të cilët mendonin se një besimtar i përkryer duhet jetë vetëm një ngjyrë zezë. Mirë, po kur ai shkoi në Hax e kreu peligrinazhin, pra dhe u bë haxhi, i pa të gjitha ngjyrat dhe të gjitha racat dhe e kuptoi dhe u taku me dietarë Islam dhe e kuptoi se Islami nuk ka dallime raciale apo etnike apo gjuhësore dhe e kuptoi që të gjithë janë të barabartë përpara Allahut subhanahu wa taala amma yushrikun. Dhe sa di unë gjithashtu kur erdhi kur kthye në Amerikë, nuk shkoi shumë edhe shkroi një libër, një biografi të tij. Edhe aty e përmend se dikush është pas tij. Po. Dikush është duke ndjekur atë. Edhe kur kishte shkuar në Hax aty siç e përmend aty e ka pasur në vërtet nuk është ai realitet që ai ka menduar ashtu. Por realiteti është se në Islam nuk ka dallim mes racës të zezë dhe të bardhë, edhe të gjithë janë të barabartë. Atëre kuptoj edhe e pa se si në të njëjtin vend të bardhë dhe të zi hanë bashkë, ndajnë ushqimin bashkë, ndoshta ka pasur disa raste edhe kafshatën e kanë ndapur me njëri tjetrin. Atëre aty ka arrit me kuptuar realitetin se në vërtet nuk është ajo që kishte menduar për Islamin dhe që nga aty dhe ata ndikon ai rast që ka bërë dhe që ka pas ndikim të ky me anën pozitive. Dhe aty ka bërë ndryshimin dhe ka ndryshuar pikpamjen. Kur ndryshon pikpamjen, atëherë ndodh ajo përplasja e ideve të kundërta me atë Nation of Islam. Po, sigurisht pra, dhe ai për hatër pra të Islamit sakrifikon dhe elhamdulillah fillon pra me ligjërimet e tija për çështjen e vërtet, për çështjen islame pra. Prandaj mendohet që nga grupi Nation of Islam, nga grupi fanatik pra, mendohet që do të jenë ata persona që do ta vrasin ata pra. Sepse nga ignoranca, pra siç dihet edhe në historinë islame ne e dim shumë mirë se grupi havarixhve dhe grupi ignorantëve të asaj kohe arritën vrasin pra edhe sahabët asaj kohe, siç ishte rasti i vrasjes Uthmanit për shembull. Nëse të bëjmë një tërheqje paralele është fjala, pra ata gjithmonë pra grupet fanatike në historinë e Islamit, pra gjithmonë grupet fanatike do të dështojnë. Sepse ata do të vrasin njerëz të vërtet, por vetë do t'i nxjerr barra dhe do të vjen dita e gjykimit që do të gjykohen.
Dhe ata do të jetojnë të mëdhenj dhe gjigant në historinë e përhapjes islamit, sahabët, njerëz e spikatur në historinë islame, mirë po ata të cilët do të jenë dorë e zezë gjithmonë nuk do t'i përmend askush, dhe gjithmonë ata do të jenë të nëpërkëmbur dhe do të vjen dita e gjykimit që do të jenë të poshtruar edhe në këtë botë edhe në botën tjetër pa pikën e dyshimit, sepse në islam nuk ka fanatizëm, as nacionalizëm, as lokalizëm të caktuar, pra të gjithë jemi musliman pa dyshim dhe duhet dalë edhe të një tjetër se shumica sot është formu një ide se vetëm një grup i hoxhallarëve mund me majt ligjërata islame. Unë duhet ta them kushtimisht këtu se nuk është vetëm një grup i hoxhallarëve që mund të majt ligjërata. Dikush mundet me kanë mirë për hadith, dikush mundet me kanë mirë për histori islame, dikush mundet me kanë mirë për akide, pra duhet doan secili në profesionin e vet. Nuk ka njeri që është i përkrym, pra ta di një herë mirë të gjithë, pra besimtarët e vëllezërit kudo që janë, ta dinë se Islami ka shumë profile. Për shembull, në Islam ki histori, në Islam ki sociologji, në Islam ki mjekësi, ki botanik. Gjitha nuk mundet një imam ose një hoxh ti përthekoj, pra as unë nuk mundem, as dikush tjetër nuk do të mundet, vetëm gënjen nëse thot unë i di të gjitha ti shpjegoj, sepse duhet, pra ne kemi mësuar në studimet tona që pasi të kryet fakulteti i përgjithshëm i studimeve islame, gjitha cili duhet marrë atëherë profilin e caktuar. Për shembull, dikush mundet me kry magjistraturën vetëm për çështjen e martesës në islam, apo për një çështje shumë të vogël, domethënë ta profilizoj, apo ti marr vetëm hadithet e dobta, apo ti shqyrtoj, ti marr zinxhirin e tyre. Pra çdo sen ai ka, pra duhet të profilizohet. Bile kemi qeshur para doktor, sepse një doktor, një vëlla musliman kishte mbrojtur tezën e doktoraturës për bretkosën, pra si të bëhet operacion bretkosa dhe për pjesë të saj trupit, se si ka kriju Allah. Dhe sigurisht, pra ai që thot unë i di gjitha, ai nuk din asgjë. Siç thoshte Sufjan al-Thauri, një dietar islam, thoshte që një njeri që mendon që i di të gjitha, ai nuk din asgjë. Dhe Zoti na ruaj nga këta tillë njerëz që mendojnë që janë të përkryer dhe nuk pranojnë këshillën e askujt. Ne pra po. Për çka do të flasim për sonte? Sonte inshallah ligjërata jone e sotme është fuqia e fjalës mirë, pra ndikimi i fjalës mirë tek njerëzit në ditët e sotme, sa është ndikuese ajo në përhapjen e islamit, sa është ndikuese fjala e mirë që njerëzit me pranojnë islamin, sa është ndikuese fjala e mirë që edhe ata që janë në islam mos me i largu pe islami, pra kjo ka edhe një domethënie shumë të madhe, ha? Për shembull, nëse vjen dikush në xhami, na me ditë si me fol me ta. Kjo ka shumë rëndësi shumë të madhe. Pra inshallah kjo do të jetë ligjërata jon e radhës. Atë pra jemi shtorë të lësh që nga tani pra më shpërblet. Amin Allah. أعوذ بالله من السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله حمد الكاملين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين ثم أما بعد يقول الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تسبح له السماوات سبع والأرض ومن فيهن وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا. Lartë madhrit meritua i shprejnë pra ati i shtatë qijet e toka dhe shka ka në ta. E nuk ka as një sen që nuk e madhran, nuk i bënd të spih, duke i shprejur falendërim ati, por ju nuk e kuptoni atë madhrim të tyre që nuk është në gjuhët tuaja. Ai është i butë dhe falë shumë, ai është Allahu Gjelle Gjelaluhu wa Gjelle Shanuhu. Pra, do të sonte do të trajtojmë një ligjërat mjaft interesante, pra e cila titullohet Fuqia e fjalës mirë. Fjala e mirë ka pushtu botën për të mirë. Njerëzit që kanë prediku fjalën e mirë kanë qenë njerëzit më të suksesshëm në historinë e njerëzimit
njerëzit më suksesshëm në praktikën e largimit të bestytnive dhe të paganizmit. Fjala e mirë e lufton të keqen. Gjuha e mirë bën dhikrullah wala dhikrullahi al-akbar. Dhe përmendja Allahut është gjëja më madhështore që mund të ndodhë njeriu. Dhe latmadhërisë ti për Allahut Azza wa Jall i shprehin atij 7 qijet e toka. E gjuha e njerit duhet me shpreh pa pikën e dyshimit, pra fjalët e njeriu duhet me kanë në kontinuitet, në përmbajtje të tyre duhet jenë përmbajtje të Kuranit famlar. Pra besimtar ndershëm duhet ta dim një gjë, se një gjuhë pra kemi thënë, një gjuhë që thot subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illa Allah wallahu akbar wala hawla wala quwata illa billahi al-ali al-azim, një gjuhë që përmend Allahun nuk ka gjasa teorike nëse ajo gjuhë është e sinqert me bë banalitete, me fol fjalë të mëta. Si ka mundësi, i thot veti musliman, bën dhikrin e mjesit e të mramjes, dhe me njëjtën gjuhë shan. Dhe e njëjta gjuhë, e njëjta e folur, sepse ne dim Kur'an, thot Allahu xhaleshanuhu, që ka prej aty të folurit që s'mund njën pra. Dhe ty thot Allahu të do ka e fjalë e vogël, por ajo fjalë nuk është e vogël, por shumë e madhe. Subhanallah, pra fjala e mirë çka do të thonë? Fjala e butë çka do të thonë? Dhe ne dim shumë mirë çka Zoti xhallal xhelaluhu ve xhaleshanuhu e urdhnoi Musait me Harunin me vepru. Çka i urdhnoi ata me vepru? Tha shkoni te faraoni dhe flisni faraonit me fjalë tegra, jo, me fjalë të buta, me fjalë të amla, edhe pse ishte, kush ishte faraoni lanetullahi alej? Krijesa më e keqe që ka pasur ndonjëherë rruzulli toksor. Tha folni faraonit me fjalë të buta. Dhe Allahu na ka mësuar në Kur'anin famlar se si mos sjell me njerëzit. Unë kam pasur rastin besimtar ndershëm të shkoj në vende të varfra të raskapitura dhe të takoj ca besimtar musliman që nuk kam pasur ndoshta edhe ushqimin minimal. Në fshatrat veriore të Shqipërisë, ndoshta edhe në Kosovë, në disa fshatra të thella ku ka varfëri të madhe, kam taku besimtar musliman dhe i kam thënë selamu aleikum, përgjigja e tyre ka qenë aleikum selam. I kam thënë si e, ka thënë elhamdulillah. Dhe kjo është fuqia fjalës mira. Pra kjo është fuqia fjalës mira, subhanallah. Përgjigja e tij elhamdulillah, falënderimi takon Zotit. Pra vetëm me dhikrin e Allahut, fjalët e tij janë të mira, janë flori pra. Kurse fjalët e një njeriu të pauzuar. Unë kisha rastin, do t'ju tregoj edhe një rast tjetër, që nga këto gjëra të marrim mësima. Erdhi një person i caktuar, një njeri, edhe ul tavolinë me ne, edhe çdo 1 minutë, nuk kaloi ke 1 minutë, ai fol ke fjalë banale. Dhe mundu krejt dhe aty në tavolinë, pra me nashti me fol fjalë të nëjta. Subhanallah, derisa unë bona një reagim dhe i thash, ne jemi musliman, unë jam musliman, gjuha ime, sjellja ime, nuk ma lejon mu, as ty as njonit prej nesh, me fol fjalë banale, fjalë të ndyta pra. Pastaj tjetra, çka më ka ndodhur? Kam qenë një xhami ku ka çajtore, në një vend caktuar, edhe ai nuk po e din hiç, isha imam në atë kohë, ai nuk po e din hiç që unë jam aty afër. Dhe po shon një burr, një mosh caktuar, shau diçka folin një fjalë banale, vetëm jam kthy, e kam shikuar një herë në sy dhe i thash, o musliman, me ngadal se ajo gjuhë e jotja ka me dhënë llogari, sepse ka thënë pejgamberi alayhi salatu wassalam,
më garantoni dy gjëra, ju garantoj xhenetin. Edhe ka thënë atë që e keni mes dy nofullave që aludon të gjuha dhe atë që e keni mes dy këmbëve që aludon të organi mashkullor dhe femnor. I tha djaloshit, o djalosh, kape gjuhën, mos pol shumë tepër, ku duhet e ku s'duhet se dobësohet imani. Nga fjalët e mira është edhe përmendja e Allahut. Dhe nga kushtet e besimit është edhe shprehja me çka? Me gjymtyr. Lëvizja me të log gjuha dhe shpirti me fjalën la ilaha illallah Muhammedur Rasulullah. Fjala e mirë është edhe mi thonë nanës nana u lodhe. Ndoshta ti me i quh pore ku me ditë sa, nuk i vyna e pore kur ti e shon nanën tënde. Pra me fjalë të këqija e ofendon nanën tënde ose e ofendon babën tënd. Në Kur'an e keni shumë mirë kur thot mos ju thuni atyre as uf as of. Dhe silluni mirë ndaj prindërve të juaj pra. Pra silluni mirë me ta, me fjalë të buta, me fjalë të ëmbla, u lodhe nana jam, u lodhe baba jam. Atëherë me vllaznit e tu, me motrat e tua, me njerëzit që të rrethojnë. I thu mirë mëngjes, i thu assalamu alaikum, sepse ka thonë pejgamberi alayhi salatu wassalam pe kësaj fjale të mirë, ka thonë afshu salama bainakum tahabbu. Shpërndani selam me zveti, do të duheni. Pra, si ka mundësi një njëri që ti thot veti musliman dhe ofendon, shan me gjuhën e ti, fjalët e tia janë bastarduese, etiketuese. Pastaj tjetra, paradoksi më i keq që mund të ndodhë njeriu, përgojon shumë. A përgojon muslimani i vërtet? Jo, nuk përgojon. A fol keq muslimani i vërtet? Jo, nuk fol. A këtu për shembull, në këto rrjete sociale, Twitter, Facebook e ku ta di unë, janë se shkruan aty, imagjinoni si vjen marrë si vjen, shkruan aty koment, edhe bëhet edhe në kuadrit një dietar islam thot shkruan hoxhti se ki me vend, hoxhti ja keni s'mu boj meqen, hoxhtu ose filan hoxhë caktum. Nuk din as këshill me dhanë. Këshilla çysh bëhet vllai dashur. Jo me ja postu aty komentin e me të pa aty ton bot aty se këto janë profile që janë publike. Këshilla nuk do të më bëj publikisht. Këshilla mes muslimanit me muslimanin bëhet edhe privatisht. E kap edhe i thu du për hir të Allahit. Me fjalë buta tamla. Ai faraonit thot Allahu thot ju tha Musa dhe Harunit, faraoni tha shkoni folni me fjalë buta, na muslimani me muslimanin me fjalë tegra, me poshnu muslimanin. Kur dihet se Allahu thot Kur'an bismillahirrahmanirrahim, Muhammedur Rasulullah, والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. Muhamedi është i dërguar i Zotit. والذين معه, ata të cilët janë me të, أشداء على الكفار رحماء بينهم. Ata janë të ashpër ndaj idhujtarve, kufarve, dhe janë bëshirshëm ndaj njëri tjetrit, e duan njëri tjetrin, i folin njëri tjetrit fjalë të buta dhe thamla. Sepse edhe fjala e mirë, edhe buzëqeshja edhe fjala e mirë është sadaka. Është sadaka. Dhe ne, a keni pa kur njerit ja thuni fjalë të keqe, subhanallah, e thënë shpirtnisht. Atë na, e kanë bët modës, janë njës, bën hajgare me muslimanin, jalëshën një fjallë, ku ta dijun, e rëndën me fjallë, e mundën me fjallë të rana, edhe ato fjallë të rana, nështë a bënë sebeb që e me hinë gjenem. Pse? Qa ka thonë Resulullah sallallahu alaihi wasallam? Nuk është musliman i vërtet pra, ai musliman që nga gjuha e tij dhe dora e tij nuk janë të sigurt musliman tjerë. Nga gjuha e tij dhe dora e tij nuk janë të sigurt musliman tjerë. Si me konë pra dikush i sigurt kur ti i thu veti besimtar, i thu veti musliman,
Edhe çka se akuzon muslimonin tjetër, fol ndaj tij, shpif ndaj tij, fol fjalë të rënda ndaj tij, e akuzon shtu ndaj tij dhe hen përçamja mes muslimanëve dhe automatikisht na bim kundërshtim me ajetin Allahu xhalla xhelaluhu wa xhalla shanuhu wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Bashkohuni e musliman mos u përçani. Kurse pejgamberi selam tha el jama'atu rahma wal farqatu ladhab, pra xhamati bashkësia uniteti është rahmet mëshira e Allahit, kurse përçamja është dënim për Allahut. Dhe muslimani nuk duhet me nënçmu muslimanin me fjalë, po me thonë fjalë të mira, me thonë Allahu të begatoft me mirësit të panumërt, me thonë selamu alaikum, au lodha musliman, përgjigja jote me konë elhamdulillah. Fjalët e tua pra me qenë perla xhevahir margaritar. Dhe me pas kujdes mos me ofendu dikon, mos me rëndu dikon. Dhe fjalët e tua t'jenë dua. Qysh dua fjala jote me kanë dua? Si shboni dua Ibrahimi a.s. Tha Rabbi ij'alni muqimi s-salat wa min dhurriyat Rabbana taqabbal minna dua. Pra u lut Ibrahimi a.s. boni dua, o Zot tha, më fal pasardhës të kullum, u lut pra me gjuhën e tij. Ka thonë pejgamberi alayhi salatu wassalam, dy gjëna janë të lehta në lisan, pra në gjuhën e njerit. Janë të lehta mu shpreh, mu than, po janë të rënda në peshoj, në mizan. E ato dy fjalë janë subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi al-azim. Të lehta mu shpreh në gjuhë, po janë çast rënda në peshoj, ditën kur ballafaqohen veprat e tua, e të vendosen njëna në anë, dhe ta shohim se çfarë kemi kultivuar dhe çfarë kemi mbledhur deri atëherë. Pra, gjuha e njerit do të jap aq shumë përgjegjësi për Allahut subhanahu wa taala, do të ketë aq shumë përgjegjësi të lartë, saqë ne duhet kemi kujdes, sepse ju e dini shumë mirë besimtarë ndershëm, edhe ju që nuk e dini, nuk keni lexuar dhe jeni në fazën e leximit, duhet ta dini se janë kiramun katibin. Pra janë ata dy shkruajsit që majnë shënim me evidencë, pra i krahit gjatë dhe i krahit majt. Kur ti fol diçka, automatikisht ato fjalë regjistrohen në regjistër. Dhe nëse fjalët e tua janë të mira, Allahu do të jep sukses në këtë dunjën tjetër. Dhe nëse fjalët e tua janë të këqija, do të rëndohet pesha jote dhe do të jesh në anën e dhalimunve. Inna Allah la yuhibbu dhalimin, thot Allahu në Kur'an. Allahu pra na këshillon dhe na tregon se Allahu nuk i don dhalimin, zullumqtar që i bajnë zullum, kuj? I bajnë zullum vetvetes dhe askuj tjetër në botë. Andaj lagni gjuhët e juja dhe shpirtin e juj dhe shqisat e juja me dhikrullah, me përmendjen e Allahu xhalla xhelaluhu wa xhalla shanu. Kur dihet se Allahu ka thënë Kur'anin famlart, fadhkuruni adhkurkum washkuruni wala takfurun. Fadhkuruni adhkurkum washkuruni wala takfurun. Dhe falenderoni mua, lavdëroni mua dhe mos më mohoni mua. E si e mohon njeriu Allahun? Shumë thjesht. Kur ai njeri edhe me gjuhën e tij e mohon Allahun. Si mohohet Allahu me gjuhë? Nuk duhet ta përmend, por ka shumë njerëz që mohojnë Allahun me nxesë mramje me gjuhët e tyre. Mirë për ata njerëz se si do të dalin para Zotit, krijuesit tyre. Mjes e mramje fol fjalë banale, kur dihet se gjuha e tij nuk është kriju me fol fjalë banale, po është kriju me fol për Allah, me fol mirë. Edhe qysh është me fol për Allah? Me fol për Allah është edhe kur
thu selamu alaikum. Me fol për Allah është edhe kur e përshëndet komshiun tënë, nderon ato me fjalë të mira, me fjalë të buta tëmla. E nderon shokun, e nderon nënën, e nderon babën, vllajën, motrën, migjën, hallën, tezën, njerëzit, parafislekun. Dhe nga fjalët e tua janë trujtur njerëzimi, parafisi, familja, e kështu me radhë. Ju e dini se jemi në botën e teknologjisë. Sot telefoni është bën një mjet i madh i mirësisë, i përhapjes fjalës mirë, por edhe i gebetit madh. Edhe i përhapjes fjalës keqe. Për shembull, kur dikush bisedon me dikot familjes telefon, vend se me fol fjalë mira, ja nis me ia gjet dikujt një behane të caktuar, pra, me ia gjet një telash të caktuar edhe me fol diçka keq për ta. Nëse i ka 90% mira një person i caktuar e 10% të meta njerëzore, ai e shkon e ka mund të aty ku është 10% e kap edhe thot, jo pse kjo keqe, pse kjo keqe. Edhe ja gjujnë në balë, në lloç, ja gjujnë 90% të mirave të tjera që i ka aty. Pra, sa është për të çuditur me këta njerëz dhe sa është për të habitur me këta njerëz që me të vërtet mallkojnë. Pra mallkojnë me gjuhët e tyre. Ku ka njeri më të keq se ai që mallkon, shan, ofendon me gjuhën e tij, pastaj betohet rrajshëm, gënjen. Kur flet gënjen. Kur premton se ban premtim. Pra fjalët e tija nuk janë as pak islame. Pra nuk ju vjen era islam. Dhe çudi ky njeri si ka pra fytyrë të dalë para krijuesit vet, të dalë para Allahu xhalla xhelaluhu ve xhalla shanu. Në këtë anë, ndoshta shitet gurabo, kurse veprat si ka, se ndodh edhe ky faktor. Flet shumë fjalë të mira, por veprat i ka të vështira në atë kuptimin që nuk është kurkum me ata që thot Allahu në Kur'an, innal ladhina amanu wa amilus salihat ulaika hum khairul bariya. Pra, ata të cilët bën punë të mira, bën vepra të mira, janë krijesat më të dashura të Allahu xhalla xhelaluhu ve xhalla shanuhu, dhe është për të çudit pra që kjo krijesë nuk shkon kurkun dhe nuk i përshtatet kurkun këtij ajeti kuranor. Pra nuk përkon askund. Pra fjalët e tija ose janë të mira por janë kundërshtim me ato çka vepron, se e thoni ato që se vepron i thot Allahu në Kur'an. Pra dhe ose nuk thot hiç fjalë mirë, por thot fjalë këqija. Edhe veprat i ka të këqija. Në këtë rast pra këtij bin në katror, pra dy herë më keq është ky njeri. Andaj fuqia e fjalës mirë, që ta përfundojmë këtë pjesë të gjatë, fuqia e fjalës mirë është me ndryshu këtë shoqni për punë të mira. Siç na mësoi Resulullah sallallahu alaihi wasallam, kush e sheh një të keqe, le ta ndryshojë me dorë. Nëse s'mundet me dorë, me gojë pra. Fuqia e fjalës mirë kjo është pra. Ta ndryshoj me gojë dhe thot stop korrupsionit, stop poshtërsisë, stop shirkut, me fjalë le thot stop. Ditë e natë si Nuhi alayhis salam 950 vjet, edhe nëse nuk i sukses, thuj prap stop, zën vdekja, ti shkon inshallah në xhenet, e ata që nuk kanë ngu fjalën tonë të mirë, shkojnë në xhenem, edhe kështu serohen senat. Por nëse fjala jote ka sukses, elhamdulillahi rabbil alamin. Ila akhirat dawana. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. Pra takohemi pas një pauze të shkurtër. Selam alaikum.